Qeveria ka vendosur që për vitin 2026 të hap procedurën e pranimit të drejt për drejt në trupën e nëpunësve civil të nivelit të lartë drejtues edhe për kandidat jashtë shërbimit civil. Vendimi parashikon zhvillimin e një konkursi kombëtar për 11 pozicione drejtuese të nivelit të lartë. Vendimi përcakton se kandidatët nga jashtë shërbimit civil duhet të zotërojnë një diplom master dhe të kenë të paktën 3 vite përvojë pune në pozicione të mesme drejtuese në institucione publike, institucione bankare të nivelit të dytë, shoqëri tregtare të konsideruara si biznes i madh ose organizata jo fitimprurse me të paktën 5 vite aktivitet. Për kandidatët që kanë punuar në institucione ndërkombëtare jashtë vendit ose ushtrojnë profesione të rregulluara, kërkohet një përvojë minimale prej 5 vitesh. Kandidatët nuk duhet të kenë procese gjyqësore apo masa disiplinore në fuqi. Hapja e TND-s për kandidatët jashtë administratës shihet si një ndryshim i qasjes së shtetit ndaj menaxhimit të burimeve njerëzore, duke synuar afrimin e ekspertizës nga jashtë sektorit publik. Paralelisht, Këshilli i Ministrave ka miratuar edhe planin vjetor të pranimit në administratën shtetërore për vitin 2026, i cili parashikon gjithsej 1067 vende vakante. Prej tyre, 752 janë në kategorinë ekzekutive, 205 në kategorinë e ulët drejtuese dhe 99 në kategorinë e mesme drejtuese. Plotësimi i këtyre vendeve do të bëhet fillimisht përmes lëvizjes paralele brenda administratës, ndërsa vetëm vendet e mbetura bosh do të hapen për kandidatët nga jashtë shërbimit civil.